Sa po dëgjuam testamentin e njeriu të madh. Dhe madhësia e tij qëndron në përmirësinë e tij, duke shprehur dashurinë e madhe për Perëndin, dhe siç kemi thënë gjithmonë, që ata njerëz që duan Perëndin, i duan edhe njerëzit e tjerë. Pam dashurinë e tij të madhe për kishën tonë, në cilën dha gjithçka, e për këtë jemi gjithmonë mirënjohës. Gjithashtu në këtë ditë që përfundojmë të 40-at, ndjehemi të gjithë të mallëngjyrë. Por ne kemi shpresë, sepse tek Perëndia nuk ka të vdekur. Perëndia ynë është Perëndia e të gjallëve, jo i të vdekurve. Dhe kemi ngushëllimin e madh që do kemi një Zot të fuqishëm përpara Perëndisë për kishën të cilën e dëgjë ai shumë, kishën e vendit tonë. Duhet të falenderoj juve të gjithë për dashurinë e madhe që treguat për kryepiskopin dhe për nderimin e madh që i bët. Siç dhe dua të falenderoj edhe të gjithë përfaqësuesit që kanë ardhur nga kisha të tjera. Së pari, përfaqësuesit e kishës të Patriarkanës Ekumenike, Mitropolitin Josif dhe Mitropolitin Meliton, të cilin e njohim prej më shumë se 30 vjetësh, ka qenë një bashkëpunëtor i kryepiskopit që në vitet e para e nënderoi përsëri duke qenë i pranishëm. Falenderojmë dhe Patrikun Ekumenik për fjalët e tij të ngrohta dhe të mbështetëse për kishën tonë. Doja të falenderoja, po e falenderova pak më parë, Mitropolitin e Korfuzit Nektarin, i cili erdhi për nderuar kujtimin e kryepiskopit. Dhe gjithashtu Mitropolitin e Gjermanisë, të kishës së Antioqisë, Isakun, i cili ka qenë një mik i kishës tonë, një mik i kryepiskopit, dhe ishte dhe në varrimin e tij, e takoi edhe përpara dhe erdhi përsëri. E falenderojmë për nderimin që ka dhënë. Dhe së fundi, po jo të fundit, Mitropolitin e Qefalonisë, i cili ka ardhur me një grup të madh për nderuar kryepiskopin, sepse të parat e kryepiskopit ishin me origjinë nga Qefalonia. I falenderojmë ata dhe ndjejmë dhe për ta një falënderim, sepse një bir i tyre bëri një çudi dhe një mrekulli të madhe në rëngritjen e kishës ortodokse. Duke u falenderoj të gjithëve për nderimin e madh që i bët kryepiskopit, se duke nderuar atë njerëz të madh ne nderuam veten tonë, kishën tonë dhe vendin tonë. Dhe emri i kishës së Shqipërisë është nderuar shumë si pasojë e pranisë së kryepiskopit. Po siç tha dhe parafolsi, jo vetëm emri i Shqipërisë, i kishës shqiptare, po dhe i vetë vendit Shqipërisë është nderuar shumë dhe është ngritur lart. Mbas pak ne do zbresim poshtë për të bërë një trisai në vendin e varrimit të tij dhe ju ftoj të gjithëve që të merrni pjesë dhe si dhe të merrni pjesë në sallën poshtë për të pas një kafe dhe diçka të vogël në kujtim të mësuesit, kryebariut tonë dhe kryepiskopit tonë të dashur Anastas. Ju uroj të gjithëve një jetë të gjatë, e të rroni e ta kujtojmë gjithmonë kryepiskopin tonë të dashur. Amin.